Selam aleikum dhe mirë se takomi edhe këtë të diel të dashur nderuar shikues e dëgjues tanë të rregullt me emisionin tonë dhe tuaj njëvor drita e së vërtetës. Jemi me 26 tetor 2025 në rrytimin tonë të përjavshëm drejt dritës dhe drejt së vërtetës. Edhe këtë të diel kemi nderin dhe kënaqësinë që në udhën e madhe të rrëtë vendimet të kemi hoxhën e dashur nderuar hoxhën Fadil. Hoxhë, selam aleikum dhe mirë se na erdhe. Aleikum salam, mirë se vjet, Allah shpërblet. Dhe juve po ashtu që sigurisht jeni pjesë e emisioneve tona çdo javë, edhe në këto motë të ftohta me shi. E kështu me radhë, rrugtimi vazhdon bashkë, derisa na jep Zoti im të thojmë plest. Do të flasim për një lloj dashurie të veçantë pak, një dashuri që kërkon një manifestim ndryshe. Është fjala për dashurinë ndaj pejgamberit alayhis salam si profeti i fundit dhe mënyrës se si manifestohet ajo. Fjala është për juve. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhis salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht ju përshëndes juve, stafin tuaj dhe të gjithë ata besimtar musliman kudo që janë dhe ngado që po na ndjekin me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun e lartësuar që na ka mundësuar të takojmë së bashku në takimin tradicional të dielën në mbrëmje dhe inshallah taala shkurtimisht apo mënyrë domethënë të qartë do të detajizojmë disa nga ato shenjat të cilat e tregojnë apo e manifestojnë dashurinë ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ta duash pejgamberin alayhis salatu wassalam është një temë që kemi trajtuar disa herë, mirë po edhe ta trajtojmë me 10 herë apo me 100 herë ka nevojë, sepse aq më shumë e njohim pejgamberin alayhis salatu wassalam, aq më shumë e duam atë. Aq më shumë e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë e pasojmë sunetin apo rrugën, traditën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Andaj, është më së qartë se dashuria ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam është në dy rrafsha apo në dy shkallë. E para është dashuria obligative, dashuria që është farz, që kemi përmendur para disa kohësh, dhe ajo është dashuria që kërkon pranimin e çdo sendi që e ka sjell nga Allahu pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pra këtu do të thotë e kemi për obligim ta pasojmë pejgamberin alayhis salatu wassalam sepse kemi të bëjmë me lajme nga Allahu te bareke ve taala. Dhe dashuria e dytë nuk është obligative, por është fakultative, domethënë e preferuar, është ajo dashuri që të nxit në pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në moral, domethënë me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në moral, në traditën e tij, në vullnetin e tij, në sjelljet e tij gjatë jetës që ka pas, gjatë ngrënies, gjatë pirjes, gjatë veshjes, gjatë bisedimit, komunikimit me njerëzit e kështu me radhë. Do të thotë të gjitha këto janë në shkallën fakultative, që do të thotë tek ne i thuhet në gjuhën tonë të njohur, i thuhet sunete, do të thotë diçka që është e preferuar, që nëse e bëjmë, e praktikojmë, patjetër që ka shumë të mira dobi. Po nëse nuk e bëjmë, nuk do të thonë që do të digjemi me zjarr xhenemit, apo nuk do të thonë që do të dënohemi nga Allahu te bareke ve taala. Ta duam profetin Muhammed alayhis salatu wassalam është një temë që duhet secili ta trajtoj në familjen e tij dhe të tregon atyre se çdo njeri prej anëtarëve të familjes
e ka për obligim të adon pejgamberin alayhi salatu wassalam ma shumë se familjen, ma shumë se pasurin, pozitën, ma shumë se të tjere që kemi afër vetes, sepse ai nga mëshira e madhe, nga dashuria e madhe që kishte për ne, për umetin do më thonë ata që pasojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam, siç ishte umeti Ibrahimit, umeti Musaut, umeti Isaut, umeti pejgamberëve të tjerë, ne çka jemi prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit, e që deklarohemi si besimtar musliman, ne jemi umeti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam nga dashuria, mëshira e madhe dhe mshuria e madhe që kishte për umetin e tij, mërzitej për ta edhe çante për ta. Për ata Abdullah ibn Amr ibn As tregon se një ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam duke qenë me shokët e tij lexoi fjalët e Allahut që i ka thonë për Ibrahimin alayhi salam, ku tha: O Zotim, ata vërtet i shmangin nga rruga e drejtë shumë njerëz. E kush më respekton mua, ai është i imi në fe. E kush më kundërshton mua, atëherë ti je që fal dhe mëshiron. Kështu i përmend fjalët e Ibrahimit Allahu Teala në kapitullin surën Ibrahim, në ajetin e 36. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam lexoi fjalët e Allahut që i tha për Isaun alayhi salam, ku tha: Nëse i dënon ata, në të vërtetë ata janë robërit e tu. E nëse i fal ata, ti je i gjithfuqishmi, ti je i urti, surja Al-Maida ajeti 118. Pasi lexoj këto fjalë të Ibrahimit dhe të Isaut, të cilat Allahu i përmend në Kur'an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mërzit, i ngriti duart lart dhe tha: Allahumma ummeti ummeti wa baka. I ngriti duart lart pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe tha: O Allah, umeti im, edhe në këtë rast filloi edhe me çajt. Dhe Allahu subhanahu wa taala kur e pa këtë gjendje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i tha Xhibrilit: O Xhibril, shko te Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe pyete pse po çan, pra pyete për arsyen e të çajturit. Edhe pse nuk ishte nevojë Allahu te bareke ve taala, sepse Allahu taala din më mirë se çdo njeri edhe çfarë ka në zemrën e vet. Dhe shkoi Xhibrili alayhis salam, e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e mori përgjigjen. Përgjigja cila ishte? Po çon për umetin e tij. Atëherë Allahu te bareke ve taala i tha Xhibrilit: thuaj Muhamedit, ne do të kënaqim ty me umetin tënd, do të jesh i kënaqur me umetin tënd dhe nuk do të dëshprojmë. Ose nëse kemi drejt me thonë, i tha Allahu, mos u mërzit, nuk do të zhgënjejmë me umetin tënd. Kjo është vetëm hyrja sa i përket argumenteve apo sa i përket arsyeve, fakteve pse duhet ta duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se na kemi njerëz sot që po thonë me keqarët që për familjen e vet nuk çon. I vjen vdekja, shkon tek Zoti, as nuk mërzitet çka po bëhet me djemt e tij, çka po bëhet me vajzat e tij, çka po bëhet me gruan e tij, apo me nipat, mbesat, vëllezërit, motat apo të tjerët. Fare nuk mërzitet. Absolutisht. As i bjen mend bile me thon: O Zot, fëmijët e mi, apo prindët e mi, apo vëllezërit e mi, apo motat e mia, e kështu me radhë. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu në plan të parë çka vendosi umetin e vet. Nuk e than pejgamberët e tjerë: O Zot, umetin tim. Ata i than Zotit: çka o Zot, ti din çka bën me ta. Pra Ibrahimi i tha Zotit: ti ke pa, këta po i zhvendosi njerëz, do me thonë, prej adhurimit tën në adhurimin e idoleve idhuj, se ishin të përhapun shumë. Edhe ti je i gjithfuqishëm, ti je ai që vendos për ta, ai dënon apo i fal. Nëse i fal, kjo është nga mëshira jote. Nëse i dënon, kjo është drejtësia jote. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam direkt filloi domethënë çka me manifestu me shfaqat dhe mëshurinë, dashurinë, mëshirën e madhe që kishte për umetin, e nuk i tha Zot bën çka dush me ta. Po në farë forme i amnistoi, i fali. Po tash o Zot edhe ti këshër
apo ma plotëson këtë kërkesë time me ma falë umetin tim, Allahu dhuratë e madhe i tha, na kena me të kënaqë ty me umetin tënd dhe nuk kena me të dëshprua apo nuk kemi me të zhgënjyje. Andaj do të pas parasysh se dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke manifestohet duke pasuar, duke ndjekur rrugën e tij dhe atë me mujt në përpikri. Pra do të me qenë sa ma të përpikt. Jo me pretendua për një vepër apo për një sjellje se është sunet edhe me lanë. Përkundazi, kur e dim që është sunet, duhet me krye, duhet me bo atë punë apo atë vepër. Dhe pasimi i sunetit e tij është një garancion për mirëqenien, për mbarvajtjen e jetës së besimtarëve dhe është një garancion përfitore të çdo njanit prej individëve apo edhe shoqënisë që nëse e ndjekin rrugën e tij kanë me arrit atë fitoren e dëshiruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë shumë mesazhe. Zotën edhe jeta e tij këtë është e përmbushur me mësime, me udhëzime, me mesazhe të qarta. Sa i nuk ka jetuar 100 vjeta, 500 vjeta, apo 1000 vjeta dhe dal nga dal me shumë mesazhe. Por ato ishin të një pasnjëshme dhe për një interval kohor prej kur e shpalla deri sa vdiq, që ishin dikun në pyetje 23 vite, se në moshën 40 vjeçare e shpallja, o bo pro pejgamber, deri atëherë nuk ka qenë pejgamber, ka qenë vetëm Muhammed, e tash prej moshës 40 vjeçare deri në moshën 63 vjeçare, aty në mënyrë intenzive, do më thonë, e sqaroj, e detajizoj çdo gjë çka u duhet njerëzve në përgjithësi dhe besimtarë musliman në veçanti. Zotën në atë kohë 23 vjeçare, në vazhdimsi ishte duke ardhur, duke zbritur Kur'ani, i vinte shpallja. Dhe prej mesazheve shumë kuptim plote, sepse krejt mesazhet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë kuptimin shumë të madh. Se një nga specifikat, një nga veçoritë që e veçon pejgamberin alayhi sallam prej njerëzve, po edhe prej pejgamberve, është se Allahu ja ka dhënë përmbledhjen e domethënieve të shumta me fjalë të pakta. Pra ja ka dhënë Allahu Taala mundësinë me fol pak e me thonë shumë. Po më mërëmënja e kundërta nështë e kohës së sotme. Nëse besimtar musliman flasim shumë, flasim gjatë, mundohemi sqarime, detajizime, kur të përmbledh shkret ato që ke fol për shembull, për 30 minuta, ndoshta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kish përmbledh për 3 minuta. Dhe nga mesazhet shumë frymëzuese, shumë domethënëse, shumë motivuese është ligjërata që e kam mbajt në haxhin e fundit, që quhet Haxhi Lamtomirës, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mbajti para të pranishme një ligjërat gjithëpërfshirëse, edhe në fund të saj ju drejtu besimtarëve musliman duke thonë inni qad taraktu fikum ma in ittasamtum bihi lan tadhillu abada. Që do të thotë unë pëjalloj juve dy gjana, që nëse ju përmbaheni atyne, ma e atasëmtum bihi, nëse kapni për to, nuk keni me humb asnjë herë. Kan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha kitab Allah wa sunnat nabiyihi, pëjalloj librin e Allahut edhe sunetin e pejgamberit të tij. Pra, këtu është ajo formula apo kodi i suksesit të besimtarit musliman në jetën e kësaj bote, që ta fiton këtë botë e pastaj, se kjo është shumë lehtë më fitu, kjo botë, se kjo është e shkurtër kalimtare, e pastaj ta fiton edhe botën tjetër, botën e amshuar, botën e pafundshme. Ku pra është kodi apo suksesi fitores së besimtarëve musliman? Është në praktikimin e Kur'anit edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo çka të kapemi, të përqendrohemi në Kur'an edhe në sunet. Pasimi i sunetit është sikur ecja në shteg të pastër, sikur ecja në një rrugë të drejtë, të sigurt. Për ata
Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë laqad taraktukum ala mathal al-bayda lejluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Ju lash juve në një shteg apo në një rrugë të pastër. Dhe nata e atij shtegut është e barabartë e njëjtë me ditën e tij dhe nga ai shteg largohet vetëm ai i cili dëshiron të humb apo nga ai shteg i drejt i pastër largohet vetëm ai i cili është i humbur. Dhe këtu duhet ta kemi parasysh se besimtarët musliman manifestimin e sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk e bojnë veç duke thonë unë e du sunetin apo kjo është sunet, ajo është sunet, mirë po besimtarët musliman manifestimin e sunetit e bojnë në vepra. Çka do të thotë? Kur e shef duke fol, e shef që manifeston sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur e shef duke përjetu gëzime, e shef se praktikojnë sunetin gjatë gëzimit, apo kur kanë mërzi, hidhrime, fatkeqësi, sprova, bela të ndryshme, edhe këtu manifestohet suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk të i kalohen kufit, sepse disa kur i begaton Allah me të mira, mashallah. Ama kur i ndodhin fatkeqësi, sprova, e harron sunetin krejt, runa Zot na shton ndokush. Jo shumë kush, po disa harrojnë edhe Zotin që kanë. Edhe çka e marrin Zotin pyetje, o Zot, runa Zot se kjo thuhet, po i thonë Zot, o Zot, pse më ndodhi mua kjo çabona unë? Po të ndodhi se Allah po dën. Kur të dën çka, edhe të sprovon. Pasuesit e sunetit janë njerëz të veçantë. Pasuesit e sunetit shihet, domethënë, në jetën e tyre se njerëzit më të mirë dhe më të devotshëm. Pasuesit e sunetit kanë qenë, janë edhe do të jenë të pakët. Pasuesit e sunetit, gjenerat pas gjenerate kanë qenë të pakët. Për ata, dietari i madh i Islam Hasan al-Basriu, Allahu e mëshiroft, ka thonë suneti është ndërmjet atyre që të projnë dhe atyre që e lëmë. Pra, nëse përkthejmë kështu i bjen, suneti është mes të ekstremit të lartë që të projnë disa, gjë se po e pasojmë sunetin edhe i kalojnë kufit, kalojnë ekstrem. Po edhe në mes të atyre që e lanë sunetin. Hajtë se kjo së kurgjë, hajtë se kjo së më rëndësi, hajtë se kjo sunet, hajtë se kjo kështu ku ta dionëm. Andaj ka thonë, keni durim në pasim të sunetit, Allahu ju mëshiroft. Pasuesit të sunetit kanë qenë të pakët në të kaluarën, në kohën e tij ka thonë, por do të jenë të pakët edhe në të ardhmen. Pasuesit e sunetit nuk janë nga ata që të projnë në kënaqësitë e tyre, por nuk janë as nga ata që në bidate bashkohen me pasuesit njerëzve të cilët i bojnë bidatet. Bëheni të qëndrueshëm sunetin e të parëve deri të takoni Zotin tuaj, andaj nëse do Zoti të tillë bëheni edhe ju. Sikur ata të parët, ato gjeneratat e veçanta. Imam i Medinës, Imam Maliku ka thonë suneti është sikurse anija e Nuhit alayhi salatu wassalam, kush hyp në të shpëton, e kush nuk hyp apo e kundërshton, atëherë çka? Ai shkatërrohet. Imam Sufjan e-Thauriu ka thonë silloni mirë me pasuesit e sunetit, se vërtet ata janë të pakt, ata janë të vetmuar, ata janë sikur të huaj, dhe me thonë sikur njerëz të huaj që dallohen. Ndërsa Abdullah ibn Mubareku ka thonë dija vëllaim që vdekja është nder për çdo besimtar musliman që duke pasuar sunetin në dorëzon shpirtin tek Allahu te bareke ve taala. Allahu t'i ankohemi për vetmin ton edhe shkurjen e vëllezërve që ndihmojnë dhe për shkak të paraqitjes së bidateve. Allahu t'i ankohemi për ato që po ndodh në këtë umet, për vdekjen e dietarëve, për vdekjen e pasuesve të sunetit, se dhe paraqitjen e sajimeve në fe apo paraqitjen e bidateve. Këto janë disa nga thonjet që i kanë thonë njerëzit të devotshëm për ata që pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa
disa nga shenjat që manifestojnë dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë. E para, që është ajo kryesorja, që besoj çdo njeri prej nesh e ka ëndër, në farë forme nuk ëndrron kështu në të kohë pa punua, po punon, e pastaj çka ëndrron për me e takue pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhenet, qoftë edhe një çast, qoftë edhe një moment të caktuar. Pra, nëse e sheh një besimtar musliman që preokupohet me vepra, me punë, të cilat i ka premtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se për ato punë fiton xhenetin, edhe normal pas kur të fiton xhenetin është mundësi e artë, mundësi e pa kontestueshme për me taku dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë dije se ky po ëndrron, po edhe po punon për ato që po e ëndrron. Sepse veç me imagjinu apo vetëm me ëndrrue pa punë, këto janë fjalë të njerëzve të cilët janë të papjekur, apo njerëzve të pa vetëdijshëm, apo njerëzve të pa kompletuar. Andaj dashuria për ta pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet, për të takuar me ta, është domethënë prej shenjave të qarta se besimtari musliman çka është duke punuar dhe është duke shkuar asaj rruge për me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, dashuria me fjalë, po dhe me vepra, sidomos me vepra. Paralel. Po, për ata nëse ti e dëgjon një thonë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo sado që ndoshta është e paralizueshme, po ti mundohesh të paktën pak me realizu ato, as sa ki mundësi, mja dëshmu Zotit që unë po e dua këtë që kam ka thonë i dashurit dhe i dashuron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është shenjë qartë. Kjo është shenjë qartë që ti po ke qef me u takua dhe po ke qef çka me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po e zom një shembull të shkurtër po e marr, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për punë të mira përmend shpërblime të mëdha, përmend shpërblim xhenetin dhe prej tyre përmend ndërtimin e xhamive. Dhe ka thonë, men bana lillahi masjidan saghiran kana aw kabira bana Allahu lahu bejten fil janna. Që do të thotë ai i cili ndërton një xhami e vogël apo e madhe qoftë ajo, dhe këtë e bën për hir të Allahut, jo për emën, jo për sy faqësisë, për sy faqe, atëherë çka Allahu ja ndërton atij një pallat, një shtëpi në xhenet. Tash nëse shef dikon ti se kur është duke u ndërtuar një xhami, kontribon me dijen e tij, ka ona profesionale, kontribon me anën fizike, me punët e tij dhe me anën materiale, aq sa ka mundësi, qoftë edhe me 1 euro, apo 10 euro, apo 100 euro, apo 1000 euro, sepse kogja vështirë është një xhami të madhe me bosat. Po ti e shef ato që është pjesëmarrës në këtë bamirësi, atëherë dije se ky ka për qëllim çka, jo vetëm xhenetin, po edhe takimin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Apo po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai i cili fal 12 rekate vullnetare gjatë ditës edhe natës, çka Allahu ja ndërton atij një pallat, një shtëpi në xhenet. Cilat janë ato 12 rekate? 2 para farzit sabahut, 4 para farzit të drekës, 2 pas farzit të drekës, 2 pas farzit të akşamit, 2 pas farzit të yatsis. Nëse shef një besimtar që në vazhdimsi i fal, është i kujdesshëm ndaj këtyre namazeve vullnetare, atëherë di që kë ka një qëllim të madh, ka një qëllim final, jo vetëm i fal, por me bu shkak këto për me u fund në xhenet edhe për çka, për me taku pejgamberin alayhi salatu wassalam. Prej shenjave të manifestimit të dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që me bo dua shumë, me lut Allahun te bareke ve taala, që nëse nuk mundet me u shoqënu gjatë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet, nuk i japet mundësia me qenë me ta atje në vazhdimsi, atëherë çka me lut Allahun që me qëndruhet qoftë edhe pak një moment të shkurtër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe shef dikon që lutet natën edhe ditën, lutet shpesh, o Zot më mos qoftë edhe pak të takohem me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
ose ai tjetri thotë Zot unë e di që se meritoj, nuk kemi rangut e tij. Nuk kemi do të thoni nivelit pejgamberit sa selam më shoqëru me ta, sepse ato pejgamberët janë njerëz të veçantë, por nëse nuk kemi pas caktimin e Zotit me i taku njëtë në kësaj bote, nuk do thotë kurse si që na privon Zotin nga takimin botën tjetër, sepse atje në xhenet besimtarit i plotësohen gjitha kërkesat edhe pa i deklaruar hiç edhe pa i thënë me gojë. Dëshiron diçka, veç e mendon e ke para vetës. Më ka aty tash me qitë një kërkesë Zotit, Zoti me ta shqyrtuar. Mjafton ti veç me mendu diçka edhe çka ty të mundsohet ajo. Nëse besimtari musliman ka kësi pretendime të paktën dije do më thonë publikisht që pretendon qoftë edhe pak, edhe thot to në vetmije, thot me familje, thot haptës për njerëzve që lusë Allah me ma mundësu shoqërimin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam qoftë edhe një moment sepse unë e di që jam gjunaqtar, jam njeri me gabime, atëherë dije se ky ka çka dashni të madhe dhe po manifestohet dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E manifestojmë dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke lutur Allahun te bareke ve taala që të na mundson me pi prej krojit të tij, që quhet haudi. Haudi, kroji i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se i pari ato që do të pinë, edhe që do të jetë afër haudit dhe do të takohet aty me umetin e tij është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Manifestohet dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke pas dëshirë të madhe edhe duke përshëndet familjen edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra me pas dashuri të madhe për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe për sahabët. Për ata edhe kur i çojmë salavat edhe selam e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thujse në vazhdimsi ne çka përshëndesim edhe kanë edhe familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe përshëndesim kanë edhe shokët e tij, është fjala për sahabët. Nga shenjat e manifestimit të dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është interesimi i zjarrt për praktikimin e sunetit të tij, si dhe për mbrojtjen e sunetit të tij, për hapjen e sunetit të tij, dhe duhet kuptuar se duke përhap sunetin dhe duke praktikuar sunetin, çka mbyllim dyrët e bidateve, e sajimeve në fe dhe çka ngushtojmë rrethin e sajuzve në fe, atyre që bojnë bidate në fe. E kundërta është që sa më shumë që praktikojmë bidate, bojmë bidate, sajime në fe, atëherë mbyllet dera e sunetit. Se këto dyja bashkë nuk shkojnë. Suneti dhe bidati nuk e pranojnë njëna tjetrën. Pastaj nga shenjat e manifestimit të dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është me besu me bindje të plot se çdo gjë që ai na ka informuar, ajo është ashtu, edhe nuk diskutojmë apo nuk hamendësojmë, nuk kemi dyshime me thonë, a ka mundësi marrë kjo kështu. Na pi besojmë fjalët njerëzve të sinqert, pi besojmë fjalët njerëzve të devotshëm, njerëzve që janë besimtarë, të dëshmuar për sinqeritetin, për besnikrinë e tyre, s'po i besojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një prej shenjave të manifestimit ndaj dashurisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që sa më shpesh me i dërgu salavate dhe selame në çdo moment apo në çdo kohë kur na jepet mundësia. Dhe shikojeni atë njeri që shihni duke dërguar shumë salavate dhe selame pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dijeni se ajo shehje qartë e dashurisë që ka për Resulullah sallallahu alajhi wasallam. Në kohën bashkëore kur na po flasim tash, kur kemi kësi portale, rrjete sociale, kur mundësia e komunikimit masiv është shumë e madhe, është bo si shprehi të ejten mbrëmje, mas namazit të akşamit, më publikuar në për rrjete sociale, atje që çoni salavate, apo në për grupe të WhatsAppit, grupe të Viberit, grupe me i që salavate pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Unë mendoj, të paktën këtë mendim mendoj unë, që është këgja varfënie e madhe, këgja fukallak i madhe është me reduktu salavatet dhe selamet ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vetëm natën e xumës dhe ditën e xumës.
ne duhet me pas parasysh që salavatet dhe selamet ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të kemi përditshmëri. Natën e xumës edhe ditën e xumës të shtojmë pak më shumë. Jo na 6 ditë as na bjen mend për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose sikur ata tahmaqarët, ata kopracët. Përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe nuk i çoj salavate edhe selame pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj lutja Allahun te bareke ve taala që të na bën neve edhe juve prej atyre besimtarë musliman që koordinojnë jetën me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të na bën neve dhe juve dhe gjithë besimtarët musliman prej atyre që do të takojnë dhe do të shoqërohen në xhenet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Çka më shtu me hek më shumë përveç amin, ndër Zotit që të na bëjnë nasib takimin me të çish prej ditës së ndërmjetësimit e deri tek xhenetit Firdaus inshallah. Xhenet me ne kthehemi pas një pauze të shkurtër, reklama apo çfarë do të ka parashikuar krejëzia atje, falenderojmë kushtrimin që gjithmonë është në krye detyrës për të rikthyer me pjesën e dytë kontaktuese përmes telefonatave dhe rubrikës dërgo mesazh. Xhenet me ne kthehemi vetëm pas pak.